Në një rrëfim të historisë së hershme, qëndron se njëri prej dietarëve të njohur i Ibrahim Tejmi e ka përjetu burgun një herë, ka shtim burg për diçka. Edhe ai e përshkruan burgun me një përshkrim interesant. Thotë më kanë futur në një biruc të vogël me një numër caktuar të burgosënve bashk. Thotë çaty kemi hangër, çaty kemi flejt, çaty kemi lajt ulën, çaty kemi kryer nevojat fiziologjike, çaty kemi fal namazin. Do të thonë, saqë unë kur jam fut aty, veç edhe një njeri me e paspru, nuk e kish zonë, çaq ngushtë. E thot pas disa ditëve, e sollën thot edhe një njeri. Edhe kur e prun, ai mos kishte as ku mu ul, para mendo. Na fillum e një vetën keq, ku e pronën edhe këto tash, realisht boll keq ta ishëm, po me ardhjen e tij u bëm hala ma keq. E ai burri që sa po erdh, na tha, o burra tha, bëni sabër sot deri në akşam, edhe pe akşamit deri në sabah, veç bëni sabër se kjo punë kryhet në sabah. Thot na u çuditëm, edhe kur erdh mramja, ai njeriu u lidh namaz. U lidh namaz, edhe po e ndigjojmë namaz të e bëni lutje. Po thot, o Zot, më ke begatu me iman, me besim. Ma ke mundësu me e lexu edhe me mësu fjalën tënde. Edhe me të besu ty ashtu qysh dua. Por një kohësisht më ke sprovu që i mran dorën e njeriut ma të keq, që ku më ka pru. Andaj të lutëm o Allah që sabahu si të na qelë me na sliru për i këtuhet. Edhe, thot si ka qelë sabahi, e kanë qelë derën me rëmbim në kohë të parëndamt, të pazakonshme. Edhe e kanë thirë, ku është filani, ajo që i do në tha që unë jam, hes ta dil jashtë. Edhe e qëtën jashtë ta mirë, po qaq vrasht ta usollën, sa thamë në këtë kohë realisht nuk i lëshojnë, nuk i lirojnë burgosënit, po sigurisht peqojnë me ekzekutur. Edhe shkojnë nuk ditëm ma që ka u bo me ta, thot kur mas një kohë ka ardhur te dritarja, edhe tha, o burra, mënoni mirë për Allahun se çështu ju pret edhe juve. E këshin liru. Do thonë njeriu mundet me u gjendë në situatë jashtëzakonisht vështirë. Edhe me llogarit tua, edhe të kujdo për njerëzve, thu s'ka rrugdalje. Ama Allahu është ai i cili vendos për këtë punë, edhe Allahu është ai i cili edhe ajo që duket e pamundur në sytë e njerëzve, Allahu e bën të mundur.